Kështu vëllazër, ky muaj i begatshëm i Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me qenë një mjedis ideal, edhe i këndshëm, edhe i qetë, idha kane awwalu lejlin min Ramadan, suffetit e shayatin o maradetul gjinn. Kur vjen dita e parë e Ramazanit, Allahu pe i prangos ka shejtant. O maradetul gjinn, edhe e gjinët të cilët janë të egërsume dhe të rrezikshme për njerëzit, po i lidh ka, po i prangos ka. Çka nuk kupton kjo fjalë e pejgamberit alayhis salam, që mjedisin ton, ku jetojmë edhe ku banojmë, më konë i qetë për botës jashtme. Ne tash e kemi ndorë. Edhe të mirën, edhe të keqen ne kemi ndorë. Nuk ndorhin as djalli, as e gjinoje, as kusht tjetër nuk ndorhin në Ramazan. Krejta është dilema jote, vezvesja jote, egoja jote, shpirti jote, atë cilën ti e kim brenda e shfaq. Nuk është ma ndorhire, pse? Sufidet e shayatin, kërejt shejtanet të janë të prangos, janë të lidh që mos me pengu besimtarin për namaz, mos me pengu për agjerim, mos pengu për bamirësi, për ndonjë vjet për të mire, nuk janë pengesat nga jashtë. Kërejta këto pengesat që i shohmi, të janë nga ne e bëjmë njetë me batë punë. Kjo është nga egoja jonë, kjo është nga zemra jonë, kjo nga mendja jonë, planifikon edhe merr vendim. Jo që të ndorhin shejtani, se gjatë këtij muaji janë të lidhur që shtapi pejgamberi alayhis salam dhe nuk kanë efekt tek njerëzit. Mandej për me bën këtë mjedis hala më të qetë dhe më të këndshëm për agjeruesit, pejgamberi alayhis salam vazhdoi dhe tha: "Guliqat abwabu jahannam, fala yufta babun ahad." Tha, krejt dyert e xhenemit mbyllën. Asë një dyert e xhenemit nuk është qelë gjatë Ramazanit. Kjo mesazh i fortë vëllazër, se Allahu xhaleshanu po na thret në mëshirën e vet. Do thotë nuk është interesuar me dënu askant. Nuk është interesuar as kujt mi shkaktue dëni dhimbje, dëni pikëllim, dëni dënim. Pse i ka mbyll krejt? A i qenë njeri i qenë. Pse i qenë? Nëse ti ka arë agjerimi edhe nuk agjeron, ti po do me qenë një djerë xhenemit. A i ka mbyll, i ka mshjen, ti po do me qenë. Nëse ti do me bo dhe një mkat madhë, para mendon, su kur tash vëllazër, pelëze para 2 dite, një grupe madhe në regionin e Ferizat, janë zonë me fajde. Këtë do njerëz që kanë famë, kanë autoritet, kanë zënë, të morë me fajde, të morë me punë të liga, me tulta, me shkatru këtë rini, me shkatru këtë shoqëri, me shkatru bizneset, me shkatru ekonomien tonë, me shkatru me qindra familje. Vëllazër, këto janë shumë të rrezikshme. Dyert e xhenimit janë të mbyllta, po insani është kanëherë më i rrezikshëm se shejtani, i bën do veprime dhe punë që nuk i shkon ndërmend as shejtanit. Për to s'ka as gjith, s'ka as prokuri, as gjykat, as kur gjon, se atë janë dënime shumë të rënda, atje dënon jo, po sa familjen e ka shkatruar, sa fëmijën, sa njerin, sa tjetrin, sa biznesin, sa ekonominë ka shkatruar, ti një pe dënon, a dhe 500 tjerë po mesin vujtje, do shta gjatë ku po vuajnë për shkak këtij mëkati apo këtij gjunahi. Do thotë, përdesa pejgamberi alayhis salam tha, dyert e xhenimit janë të mbyllur, mos bani mëkate, mos bani gjunahe, se ju doni me qenë ato që i ka mbyll Allahu.